Jetë e re në të 70-tat. Ajo nuk e ëndrroi kur të kishte një shtëpi, por një dhuratë lamtumire nga pronari i saj zemërgjër e ndryshoi jetën e saj përgjithmonë. Jane Sane kishte kaluar vite duke jetuar modeste në Melbourne, duke u zhvendosur mes shtëpive me qira që kur nuk i ngjanin plotësisht shtëpisë. Disa ishin shumë të zhurmshme, të tjerat shumë të ngushta, por një të shtunë në mëngjes në vitin 1999, ndërsa ecse në periferitë e qytetit të Shën Albins, në veri perëndim të qendrës së Melbourne-it, ajo vuri re diçka që e bëri të ndalonte. Një shenjë e vogël e shkruar me dorë e ngjitur në rrethojnë e një banese të vjetër prej dërase për qira. Shtëpia nuk ishte diçka e veçantë sipas standardeve të shumicës. Një njësi me 2 dhoma gjumi, me një lëndin me copa dhe një kopsht të rritur. Dera e përparme mezi varej në menteshat e saja, por diçka u trazua brenda saj. Ndoshta ishte mënyra se si kopshti kapi rrezet e diellit ose qetësia e rrugës. Ndoshta ishte thjesht momenti i duhur. Ajo shkroi numrin dhe thiri atë pasdite. Një burr i moshuar u përgjigj. Emri i tij ishte John Parrett. Qiraja tha ai ishte $200 në javë. Jane hezitoi. Kjo ishte ulët edhe atëherë. Ka ndonjë hile? Pyeti ajo. Asnjë hile, u përgjigj John. Më pëlqen ti mbaj gjërat të thjeshta. Ajo e vizitoi të nesërmen. Johnny e takoi jashtë njësisë. Ai ishte në të 60-tat e tij të hershme, fliste qetësisht me një prani të qetë dhe një shtrëngim duash të forta. Ata folën për vetëm 20 minuta. 2 ditë më vonë, Jane mori një telefonat. Je futur? Tha John. Thjesht kujdesu për kopshtin. Jane u zhvendos një javë më vonë, ndërsa shpaketonte pak sendet e saja, ajo hapi derën, rëshqiste te xhami dhe doli në oborin e pasëm. Barërat e këqija rrotulluheshin rreth shtretërave të luleve, toka e thatë dhe e plasaritur. Megjithatë, ajo buzëqeshi. Për herë të parë pas vitesh ajo ndjeu diçka afër paqes. Vitet kaluan shpejt, të shënuara jo nga ngjarje të mëdha, por nga një ritëm që Jane e dashuroi. Ajo kur nuk e humbi qiran. $200 në para të thata futej në një zarf dhe lihej në kutin postare, ashtu siç i kërkoi John. Qiraja nuk ndryshoi kur, asnjëherë, edhe pse tregu i banesave shpërtheu në të gjithë Melbourne-in, edhe pse fqinjet erdhën dhe shkuan, qiraja e Jane-it mbeti e njëjtë për më shumë se 2 dekada. Çdo mëngjes fillonte në orën 3 të mëngjesit. Jane zgjohej qetësisht, vishte rrobat e saja të konsumuara të punës dhe shkonte në tregun Epping në verilindje të qytetit. Aty ajo punonte turnet e gjata duke shitur fruta, lule ose mallra të paketuara në varësi të sezonit. Nuk ishte glamuroze, por i mbulonte faturat. Kthehej në shtëpi në fillim të pasditës, e lodhur por e kënaqur, dhe kopshti priste gjithmonë. Ajo mbolli livando, domate dhe majdonos. Ajo i dha formë skajeve, hoqi barërat e këqija dhe ktheu tokën çdo fundjavë. Kopshti që dikur dukej i haruar tani lulëzonte me ngjyra dhe jetë. Jane nuk shoqëroi shumë, ajo mbante distancë, përshëndeste fqinjet, por rrallë dilte. Gëzimi i saj vinte nga shtëpia e saj, rutina dhe ajo hapësirë e vogël e gjelbër në oborin e pasëm. Ajo kur nuk humbi një pagesë, kur nuk paraqiti një ankesë dhe kur nuk mendoi të largohej. Ajo mendonte shpesh për Johnin, megjithatë. Ai nuk vizitonte shpesh, por her pas her ai kalonte qetësisht për të kontrolluar udhëheqjet ose për të shkurtuar pemët përpara. Si janë gjërat? Pyeste ai. Akoma perfekte, përgjigjej ajo. Ajo që Jane kur nuk pyeti dhe që rrallë i shkonte në mendje ishte se çfarë do të ndodhte nëse diçka i ndodhte atij. John ishte qartësisht më i vjetër. Deri në vitin 2019 ai dukej më i ngadalt. Ajo e dinte se ai kishte probleme shëndetësore, megjithëse ai kur nuk fliste shumë për këtë. Ajo shpresonte qetësisht se do të ishte në gjendje të qëndronte në njësi derisa të mos mund të jetonte vetëm. Por në sfond, gjërat po ndryshonin. John Parrett nuk ishte thjesht një pronar. Në vitet e tija më të reja, ai kishte qenë farmacist në Melbourne, një njeri i zgjuar me sy për biznes. Ai kishte qenë gjithashtu një lojtar gjysmë profesionist i futbollit dhe më vonë një investitor i pasurive të paluajshme. Ai kur nuk u martua, kur nuk pati fëmijë, por ngadalë dhe qetësisht kishte ndërtuar një pasuri përmes pasurive të paluajshme dhe investimeve. Në vitet 1980, shëndeti i Johnit mori një kthes të papritur. Ai u diagnostifikua me dështim të veshkave.
Ishte një periudhë e vështirë që kërkonte dializë dhe qëndrime të gjata në spital. Pastaj erdhi mrekullia, një transplant veshke në spitalin mbretëror të Melbourneit. Operacioni i shpëtoi jetën. Mjekët i thanë se veshka mund të zgjasë një dekadë, nëse do të ishte me fat. Ajo zgjati mbi 30 vjet. Ajo përvojë ndryshoi atë. Ajo u bë një filantrop i qetë, duke dhuruar për spitale dhe kauza lokale në radar. Por ai kur nuk humbi thjeshtësinë e tij. Ai jetoi modest, nuk u mbur dhe nuk fliste për paratë e tij. Deri në vitin 2020, John ishte zhvendosur në një shtëpi pleqësh, duke luftuar me sëmundjen e Parkinsonit. Ai ishte në të 80-tat e tij, tani dhe e dinte se koha e tij ishte e kufizuar. Ai fillonte të rregullonte punët e tij. Një ditë, ai kërkoi infermierës të sillte avokatin e tij. Pastaj ai kërkoi numrin e Janeit. Ishte një pasditë e zakonshme kur ra telefoni i Janeit. Zëri në anën tjetër ishte i njohur, megjithëse më i ngadalshëm dhe më i ngjirur se sa e mbante mend. "Jane, jam John," tha ai. "O, përshëndetje John, si je?" Kishte një pauzë, pastaj erdhën fjalët që ajo nuk i priste. "Unë kam avokatin tim këtu me mua. A mund t'i japish atij emrin tënd të plot, të lutem?" Jane hezitoi. "Pse?" "Sepse John," tha butësisht, "po të lë ty banesën." Ajo qëndroi e ngrirë në kuzhinën e saj në shën Albins, duke mbajtur telefonin në njërin dorë dhe sfungjerin në tjetrën. "Po bën çfarë?" "Dua ta kesh ti, ke qenë një qiramarrëse e mirë, gjithmonë pagove në kohë, u kujdese për vendin, është e jotja." Jane nuk dinte çfarë të thoshte, biseda ishte e shkurtër, praktike. Ajo e mbylli telefonin në huti, duke shikuar kopshtin që kishte kultivuar për 22 vjet. Kopshti që tani ishte i saj. Ajo ul dhe u përpoq të përpunonte atë që sapo kishte ndodhur. Ishte shaka? Ishte një gabim? Por nuk ishte. Brenda ditësh ajo ishte në kontakt me avokatin. Dokumentet u hartuan. Emri i Janeit u shtua si pronare ligjore e pronës. "Unë ende mendoj ndonjëherë a ndodhi vërtet kjo?" I tha ajo më vonë gazetarëve. Por kishte ndodhur. Pas një jete të tërë me qira, buxhetim dhe punë, Jane Sane tani zotronte shtëpinë e saj dhe ajo nuk kishte paguar asnjë qindark më shumë se qiranë e saj javore. Jo shumë kohë pas asaj thirrjeje, John Parrett ndroi jetë në shtator të vitit 2020. Ai ishte 86 vjeç. Jane qau qetësisht kur dëgjoi lajmin. Ajo nuk e kishte ditur se do të ishte biseda e tyre e fundit. Ajo doli jashtë, ul në stol në kopsht dhe pëshpëriti. "Faleminderit John." Por Jane nuk ishte vetmja jeta e së cilës kishte ndryshuar për shkak të tij. Ndërsa lajmi i vdekjes së tij u përhapën edhe detajet e saja që ai kishte bërë. John kishte dhuruar $19.6 milion, pothuajse të gjithë pasurinë e tij për departamentin e nefrologjisë në Spitalin Mbretëror të Melbourneit, i njëjti vend që i kishte dhënë atij një shans të dytë gjithë ato vite më parë. Doktorët dhe stafi mbetën të shtangur. Fjalët pothuajse kur nuk mund të përshkruajnë sa i vetmohues dhe jashtëzakonisht bujar është John Parrett, tha profesor Nigel Tussam nga spitali. "Është thjesht mahnitëse. Dhurimi i Johnit ishte lënia e trashëgimisë më e madhe e vetme që departamenti kishte marrë ndonjëherë. Do të financonte kërkime, trajtim dhe mbështetje për pacientë të panumërt në vitet që do të vinin. Ai transplanti veshkës gjati 30 e ca vjet, tha Tuskin, dhe ai ishte ende duke funksionuar kur ai ndroi jetë. Kjo ishte një dhuratë shpëtimtare dhe qartësisht ai kur nuk e harroi atë. Dhurata e tij nuk ishte për trashëgimi, nuk ishte për njohje, ishte thjesht mirënjohje për një jetë të zgjatur, për kujdesin që mori, për mundësinë për të dhënë diçka në këmbim. Në fillim të vitit 2021, Jane më në fund doli në pension. Ajo nuk zgjohej më në orën 3 të mëngjesit për të punuar në tezgat në tregun Epping. Ditët e saj ishin më të ngadalta tani. Duart e saj dikur të konsumuara nga puna, përdoren për të shkurtuar shkuret dhe për të mbjellë lule. Çdo mëngjes ajo del në kopsht, në të njëjtin kopsht që ajo e rregulloi për më shumë se 2 dekada. E njëjta tokë tani është e saj. E falenderoj ende, çdo ditë të jetës sime, tha Jane në një intervistë. Thjesht privatisht them faleminderit John. Shtëpia në shën Albins nuk kishte ndryshuar shumë, por për Jane ishte gjithçka. Ajo nuk e shihte veten si me fat, ajo e shihte veten si të bekuar. Ajo kishte punuar shumë, kishte jetuar qetësisht dhe priste pak.
Dhe në këmbim dikush e vuri re, dikush zgjodhi të jepte diçka në këmbim, jo sepse duhej, por sepse donte. Sot Spitali Mbretëror i Melbourne-it vazhdon të përfitojë nga dhurata e Johnit. Historia e tij ndahet me stafit, jo vetëm si një dhurim që theu rekorde, por si një kujtesë asaj që mund të bëjë mirësia dhe një kopsht të qetë në Shën Albins. Një grua u iti livandon e saj dhe buzëqesh. Ajo kur nuk kërkoi më shumë, por ju dha më shumë se sa kishte ëndërruar ndonjëherë. Çfarë do të kishit bërë nëse do të ishit në vendin e Jane-it? A do të kishit të besuar atë të telefonat? Dhe a mendoni se akti i mirësisë i Johnit është diçka që shohim mjaft në botën e sotme? Na tregoni mendimet tuaja në komente më poshtë.